ofertues tjerë apo vetëm një, edhe për arsye tjetër, edhe që janë këto përkundër që janë shumë për çmimi i rrymës për të blerë në treg duhet të vendosë shumë paraprakisht dhe të përgatitet kompanitë që me siguru rrymen që pastaj me bo ofertime. Për shembull, qysh tash të duhet kompanitë përgatiten për vitin e ardhshëm të blejnë rrymen, të garantojnë rrymen që të na ofertojnë neve. Dhe ky vendim i morë shpejt tregon që o ditë që nuk ka me pas ofertues tjetër për post ofertuesit njëjtë me 100% më shumë në vlerësim ose në rritjen e çmimit, edhe pse nuk e dim pse e ka rritur shumë, domethënë me qenë se kemi të bëjmë me të njëjtin ofertues që e kemi tani. E dyta, gjatë gjithë kësaj kohe, ne kemi kërkuar që të japet mundësia bizneset të investojnë më shumë në rritjen e kapaciteteve energjetike që nga vetë ZRE-ja nuk ka leju. Për shembull, ZRE-ja nuk ka leju kompanitë me vendos kapacitete solare më shumë se sa kanë shfrytzu. Edhe pse kanë pas hapësinë, për shembull në kulmet e tyre, të vendosin 2 megawatt, por nëse ai nuk ka shfrytzu më shumë se gjysmë megawati, ZRE-ja nuk i ka leju më shumë me investu, për shkak se ka thonë vetëm aq sa je duke shpenzu. E dyta, në rast që ai ka shpenzu më pak se sa ka prodhu, ZRE-ja nuk ja ka jap mundësinë që me shit të kesko, por ka thonë ajo humb në fund vitit brenda 12 muajve, edhe te qytetari ka qenë i njëjta gjë, nuk është blerë, por vetëm është llogarit kompenzimi dhe nëse ka pas të prica. Ai atëherë aleatoi ka humb, domethënë nuk kanë humb se ato ka shkuar te kesko dhe kesko na ka shit neve, por te qytetari, te investitori, qoftë biznesi, qoftë qytetari kanë humb dhe nuk janë kompenzuar. Domethënë asnjëherë nuk janë marrë masa paraprake që të përgatitet të rritin kapacitetet energjetike, të investohet më shumë. Për shembull te Kosova që është fol që më shumë që gati 20 vjet që nevoja që këto të rigjenerohen këto kapacitete dhe të rriten kapacitetet, por gjithmonë o kufizu kjo, edhe tash brenda 2 muajditë merret mendim që gjithë dalin treg të lirë në këtë drejtim, se ke parasysh, do të dalin treg të lirë edhe bizneset që kanë me 2 punëtor, edhe që janë në kuadër të kompanive që e morin rrymen, që janë qendra tregtare, për shembull, qendra tregtare ka një orë dhe bas shpenzimeve dhe lokaleve të vogla, ja faturon brenda aty. Dërsa kesko ja faturon qendrës tregtare, që do thotë qendra tregtare do të hinë treg lirë, do të paguaj 260%, po edhe biznesi i vogël do të paguaj 260%, 300%, 200%, aq sa ka ofru kesko, do thonë që do thotë kemi një rritje edhe për bizneset e vogla, që do të aftoj drejt për drejt një goditje të pa planifikuar. Tjetra është që ne si biznesi, si institucion tjetër, bën planifikimet shpenzimeve edhe të kostov që janë. Edhe për rrymi kemi bërë këto planifikime. Tash për njëherë këto kosto rriten. Te bizneset tjera mund të rritë, ka me qenë 30%, është 40% në shpenzimeve rryma, atëherë drejt për drejt ne do të afektojmë në rritjen e çmimeve që do të goditen qytetarët, por që më e keqja do të rrezikojmë dalim ka tregu dhe do të kemi rritje të importit. Ne 3-4 vitet e fundit importin e kemi rrit për 3 miliard, dërsa kemi rrit eksportin për 300-400 milion. Edhe kjo është si pasojë e politikave dobta dhe mos politika, më thonë hiç pa politika nga ana e qeverisë, mos bashkëpunimit me ne që ne të rrisim kapacitetet tona prodhuese, të rritim punësimin, të rritim mirëqenien, të ulim çmimet, të përkrajim bizneset që kemi kërkuar ne si dhomë e drejtësisë, eksporti me 10%, ndërsa prodhimi vendor në markete të subvencionohet me 10%, siç e kanë bërë shumë shtete, dhe gjitha këto kishin ndikuar në një mirëqenie. Edhe ky vendim do të ishte i mirëseardhur, edhe është i mirëseardhur sikur të përgatitet tregu dhe të analizohet bashkë me ne. Pastaj sektor të veçantë, të kenë çmime të veçanta. Ne kemi edhe në vendet rajonit, për shembull sektorët e prodhimit, siç është furra, të bukës, ata kanë çmim tjetër të blerjes të rrymes për shkak se ato ndikojnë drejt për drejt në mos rritjen e çmimit
të bukës ose tjera. Bon, ka qindra metoda politika, po vetëm kjo që o morë nga zëreja nuk ekziston askot. Në Balkan, ende s'ka përfundu liberalizimi i tregut, ende është në faza, duke analizu efektet dhe kundër efektet e një vendimi. Dhe marrja e këtij vendimi është i palogjikshëm, është i dëmshëm, është i padrejtë, është kundër ligjor, domethënë që do duhet qeveria të mos e lejoj, sepse këta njerëz në bord janë zgjedhur nga qeveria, të votuar në Parlamentin e Kosovës, përzgjedhur nga qeveria dhe besojmë, do duhet, kemi besu shumë që është një vendim i shpejt, i ngotshëm. Tash që ka ndodhur, me sa kemi informacione ne, edhe institucionet publike janë largu nga kjo rritja e këtij çmimit, që është e padrejtë, ata kanë 150 punëtorë dhe kanë qarkullim, edhe shkollat. Domethënë nuk do duhej tash që kjo goditje t'i bëhet vetëm bizniseve. Është një mendim që kjo është me qëllim dhe është një goditje që po na bëhet gjithë neve e mas shumë të qytetarëve, sepse në këtë sektor janë rreth 100